U mbajt mbledhje komemorative kushtuar sportistit të njohur Fatmir Zhubi, lojtar shumë vjeçar i klubit futbollistik Vllaznimi, i cili për shumë vite të jetës së tij ja kushtoi futbollit gjakovar. Për këtë sportist të dalluar, për të cilin çdo gjë në jetë ishte Vllaznimi, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Komunës së Gjakovës sot ja kushtoi këtë mbledhje komemorative. Kontributi i tij ishte shumë veçar. Ai në klubin futbollistik Vllaznimi punoi mbi 40 vite, edhe si ish futbollist, po edhe si trajner. Në emër të klubit futbollistik Vllaznimi dhe si bashkëlojtar i tij, fjalë miradije për të ndjerin pati edhe nga Blerim Vula. Të lumtur janë ata familjar ku e konstatojnë se antari i tyre gjatë jetës së vet ka qenë ballhapur dhe ka lënë gjurmë të veprimtarisë së ndershme. Familjarët e të ndjerit Fatmir Zhubi me plot gojë mund të thonë se bashorti, babai dhe vllau i tyre me veprimtarinë e vet ju ka mundësua që me këdo të takohen ballhapur. E në emër të familjarëve të ndjerit Fatmir Zhubi foli dhe i falenderoi të pranishmit vajza e tij. Babai im gjithë jetën e ka japur për Vllaznimin. I falenderoj bashkëlojtarët, Vllaznimin, edhe posaçërisht i falenderoj shokë që asnjë moment nuk e kanë harru, Fatmir Racin, Ziad Halil Usmonin, Luhan Bokshin dhe Xhafer Halil Usmonin. Ju falenderoj. Fatmir Zhubi ndoroi jetë ditën e sotme në moshën 74 vjeçare, duke lënë kështu gjurmë në futbollin dhe sportin gjakovar në përgjithësi.